Arbiona Bajraktari tashmë edhe pse nga Kosova është bërë një shkodrane mirëfillt, vazhdon tituj pas titujt me Vllaznin. Po, është viti i 9 që unë jam kampione me Vllaznin. Jam shumë e lumtur dhe shumë krenare për zgjedhjen që kam bërë tash 9 vite që vazhdoj me qenë pjesë e Vllaznisë. Arbiona, vini pas një periudhë të gjatë dhe shumë vujtjesh, dhe ky titull i sotëm besoj është një farë çlirimi për ju. Po, është shumë e vërtetë, ka 4 vite tash që unë kam pas shumë probleme me dëmtimet, një pasnjeshme. Tash jam të kap formën më të mirë, edhe goli besoj është një motiv shumë i madh për mua. Dhe me mbështetjen e familjes, me mbështetjen e ekipit tim, unë po arrij formën tim. Vllaznin po provojnë ta ndalin kundërshtaret, por ajo vazhdon të fitojë. Titullin e 12 sot, do të vazhdojnë këto suksese. Normalisht pretendimi i tyre është thjesht i marrë diçka Vllaznisë, por titujt veç radhiten edhe të tjerët do të vazhdojnë të merren me punën e tyre dhe mos mundohen të marrin asgjë nga Vllaznia nëse nuk e meritojnë. Arbiona thatë 9 tituj me Vllaznin, cilin do të veçonin si më të bukurin, më të spikatorin në këto 9 tituj? 9 tituj kanë rëndësinë e vet, ndoshta ky titull është pak më i veçantë për mua që vi mas një dëmtimi edhe kam luajt pothuajse shumicën e kampionatit edhe është pak më i rëndësishëm për mua. Familja vazhdimisht ju ndjek në ndeshje, kishte përfaqësues familja Bajraktar? Po, babem është ai i cili mbështet kohën, ishte sot edhe ndeshjen që patëm këtu dhe falenderoj shumë edhe ky gol sot është veç për ata edhe i dedikoj çdo sukses tim i familjes tim për mbështetjen që më kanë bërë. Sukses. Faleminderit shumë.